Student të Fakultetit të Edukimit dhe të Shkencave Shoqërore të Universitetit Luigjë Gurakuqi zhvilluan një bashkëbisedim me shkrimtarin Mustafa Tukaj, i spikatur në letërsinë për fëmijët e të rinj. Elinda Dibra, pedagoge dhe organizatore e këtij takimi, thotë se krimtaria e Tukajt është mjaft e pasur në shumë drejtime. Është një vepër e cila rrog tematika të gjëra, ka një galeri personazhesh, profesori një mirë, grup moshat për cilat në vepër diskutohet, janë jo thjesht një galeri personazhesh, por edhe tematika të gjëra që rrogun edhe aktualitetin e ditës së sotme. Tematika sociale, duke filluar që nga grup moshat e vogla të 9-vjeçarës dhe të shkollës së mesme, dhe është për të vlerësuar një krijimtari kaq e gjerë. Ndërsa shkrimtari Tukaj thekson se e përjeton me dhimbje faktin që shumë pak lexohet sot. Më dhan në shpirt sepse shumë pak po lexohet fatkeqësisht me çfarë shifet. Dhe janë pikërisht fidanishtja e ardhmes. Këto fëmijë do të jenë nesër, mas nesër, mjekët tanë, inxhinierët tanë, kozmonautët tanë, në gjitha drejtimet, dhe këtu fillon gjithçka. Tek kjo letërsi për fëmijë. Shkrimtari shkodran Mustafa Tukaj ka një karrierë krijimtarie letrare prej 40 viteve. Ai ka ditur të pasqyrojë në krijimtarinë e tij tema të ndjeshme sociale dhe të përballet me sfidën e pasqyrimit të botës së brendshme të rinjve.